Njëra pyetje është, Assalamu alaikum, a është haram pirja e duhanit? Unë e këtu në Sultan Murat një vjet isha, naltë edhe amin, ata amin bon. O Allah, na mos dhe të pim duhan prej sot, kretë thanë amin, e thash e hangret. Ta në s'ka mos, e thatë amin. U bon kabul, u registru që mos pini. Nas mujmë me bo me Kur'an, që po kujton dikush Kur'an, stakfirullah, kush mund me bo halal haram? Mirë pas pedin që e kje emanet shnetin me rujta. A pedin që e kje emanet, qysh ta ka dhonë shnetin, edhe do me ja quhe emanetin me quhe në vend, qysh ta ka për... Jo, ti kom dhonë 100 euro me mi këthy ti me emanet 50. Ti më ke hongër emanetin, më ke tradhtu. Pra ndaj rune shnetin, muslimant, unë po folit ashtë vetëm për Kosovë. Edhe ju në Macedonit njëjtin probleme keni. 40-45% pihet duhani në Kosovë. Në ditë në i pim 1 milion euro. So dikush. Ja, këthe matematikën. 2 milion e gjysë Kosova, 40%, a bojnë 1 milion persona. 1 milion persona, ka 1 euro në ditë, a bojnë 1 milion euro. Kush e pi ma dopt, kush e pi Marlboro pa banderollat Italis, e kush e pi 2, 3, 4, ha? A një qysh? E për andej, nese e kam pas fjallën për i zatë Zotit, mës t'ju vjen turp, kush e ka njetë me lonë dohanin tash, që në dorën fisëbilillah. Unë më thuj s'ka me pi. Hajtë edhe ju, unë e kam ardhë për juve, edhe ju për hatër të Allahit, të shor një plotësim dëshires. Hajtë kush pele? E kjo shihet që jeni mësua vetëm mengue. Mengue s'ban, duhet mu quhe, s'ka mu gjithë mengue. Filon hoxha, falan hoxha, qëtu ju këna dalë në hoxhalarët. Bile edhe hoxhalarët për në pinë duhanin. Hajtë kush është ajtë që thotë unë se e kom pi dhe se pi. Qëta është toni? Do me thonë ju, as një këtu duhan gjizë kokët, por haju kokët.